agresivitet shtum nga kandidat për deputet dhe vendosjes, që shën Artjana Matoshi, Sami Kurteshi, Liza Gashi, kish ofendu sot, Nezir Krakovic, Surrema një gazetar, Alban Krasniqi, përfaqësuesi i vendosjes KQZ. Edhe tash pyetja është, pse pikërisht në kohën kur vendosja e rrit agresivitetin nga krejt digaster tjerë, Albin Kurti zbutet. Pse? Se kjo s'ka kuptim, jo ka kuptim. Ekziston diku 90% e elektoratit... Më falë lutëm, betim Musliut nuk bën mos mja lexuar që të status. Po, hajde. Betim Musliu i KD-s. Ftesat nuk i kanë mungu për 5 vjetë. Po s'ka ardhë, e s'po vjen. Ftes ka pas edhe prej prokuris, por as aty s'ka shku. Me siguri e denaj pse. Vazhdo të lutëm. Po. Dhe pyetje... A i ka vend kompromisi me shku me intervistu nga në lëdheq? Pyetje që zëmë korreshtje, për një mendje kështu të shëndosh është, nëse vetë vendosja e ka rrit volumin edhe agresivitetin edhe tonin në krejt dimenzione tjera të veta, qysh është e mundun që Albin Kurti e pas ka ullë, që në ka zbut. 90% e elektoratit të vetë vendosjes, po i pyte, a e votën vetë vendosjen pa Albin Kurtin, të thojnë jo. Me shumë gjas, përkundër se nuk kam naj matje, vetë vendosja pa Albin Kurtin në garë, rrezikon me e kalu prakon. Tash, unë po e shoh që këtu ekziston një nevojë, me se vetë vendosja nuk pastrohet dot më, të distancohet vetë kryeministri nga vetë vendosja e papastër. Edhe të rritet argumenti i personave që me gjitha të unë votoj për Albin Kurtin. Pra, vetë vendosja e cila kështu ashtu është e distancume me Kurtin, le ta bëj betejën batak, e në lëq, mundësisht le të stërpik me atë lëq edhe gjithë oponent potencial të Kurtit, e në anën tjetër të qëndroj ky i pastërti. Dhe të forcohet ideja që me gjitha të Albin Kurti është ndryshe. Dhe me gjitha të ne po votojmë për Albin Kurtin. Kjo me shumë gjas është që ka kemi me po ditët në vazhdim. Pra, shtim të ofendimeve nga krejt strukturave të vendosjes, volum më të madh, kurse Albin Kurti që thot nuk duhen më marrë me atë pjesë, unë jam këtu vetën, krejt i pastër, që flet ndryshe, që madje del edhe kundër vetë partiz vetë, kur përdori gjuhë e tipit të Sami Kurteshit. Sepse, po të ishte e vërtet, që ka problem me Sami Kurteshit, që kryetari partisë e kish karku. Kretë Kosova e din, që Adriana Matoshi, e vetë shpallura Budalic, nuk i shkruan komentet vetë. Kretë Kosova e din, do më thonë, se cilin Kosovë. Ama statuset po, veç komentet, apo thu? Nuk i shkruan statuset vetë. Jo, ti tha komentet. Po dhe statusi komenta për inderum? Komenta është statusi. Po ju me fola me gjuhën e rrjeteve sociale? Jo, unë fola me gjuhën e publikimit. Okej. Koment në gazet, koment po. Koment edhe unë po bëj tani. Po, krejt e dim që nuk i shkruan ajo. Krejt. Edhe krejt e kemi po, edhe për faktin që gjuha brutale e komentuzve në rrjete sociale shpesh prezentohet edhe nga eksponentëve vendosjes në për studio, që aty